Komiteti i Organizimit të Maturës Shtetërore ka nisur zyrtarisht punën përgatitore për maturën shtetërore 2026, një proces me rëndësi të veçantë për mirënënës që përmbyllin arsimin e mesëm në gjithë vendin. Në një takim të zhvilluar me ministren e arsimit Mirela Kumbaro dhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse, u përcaktuan pikat kryesore të planit të punës me qëllim garantimin e një procesi të drejtë, të qetë dhe transparent për çdo maturant. Në fjalën e saj, ministra theksoi se gjatë këtij viti do të forcohen masat ndaj çdo shkeljeje, si nga ana maturantëve që nuk respektojnë rregullat, ashtu edhe nga administratorët dhe përgjegjësit e provimeve, në mënyrë që të sigurohet integriteti dhe besueshmëria e procesit. Gjithashtu Kumbaro theksoi edhe rëndësinë e një fushate informuese dhe sensibilizuese në çdo shkollë të vendit për të sqaruar rregullat, afatet dhe procedurat e maturës shtetërore 2026. Me përgjegjësinë që Komiteti i Organizimit të Maturës ka për këtë proces të qartë dhe dinjitos për secilin maturant shqiptar, do të zhvillohet edhe kjo fushat komunikimi dhe sensibilizimi shkollë më shkollë për të informuar nxënës, mësues dhe prindër mbi të gjitha rregullat dhe afatet e maturës, u shpreh Kumbaro. Procesi maturës shtetërore 2026 do të vijojë në javët në vijim me takime teknike, përditësim të udhëzimeve dhe harmonizim të procedurave në të gjitha qarqet e vendit.